Mirë se erdhët në puntatën e radhës të What the Fuck Daily Show dhe pa humbur shumë kohë po na pret autorja e festivalit të RTS-s, e cila është pjesë e delegacionit të Eurovisionit që përfaqëson Shqipërinë, kështu që marrim shpejt e shpejt për të kuptuar se si shkoi nata e parë gjysmë finale. Alo. Zefina, përshëndetje. Përshëndetje. Unë jam Artemisa dhe të marr nga What the Fuck Show nga Andale. Si shkoi performanca e parë gjysmë finale për Shkodrën Elektronike? E pan të gjithë, mbrëm më në fund nga ekrani se sa zjerm do ishte zjermi. Flas për audiencën e gjerë, ata që nuk mundeshin të shikonin provat, sepse ne kishim ditë që i shikoni përmes provave performancën e Shkodrës Elektronike në atë skenë, edhe pa njerëz në sallë, edhe në prova që u bën me audiencë, me publik në sallë. Edhe pas prove, kjo performancë erdhi duke marrë dhe më shumë zjarr. Që te prova generale që e quanin për gjysmë finalen, unë ndjeva tamam atë çfarë do ndodhte në natën e gjysmë finale, sepse ishte prova më e bukur, ishte më e ndjera, sikur artistët po e ndjenin ditë pas dite, orë pas ore këtë natën e madhe që do vinte, dhe sa më shumë afrohej ky moment, aq më shumë ata mbusheshin artistikisht, mobilizoheshin artistikisht për të dhënë atë performancën që dhanë brëm, që ngritën pesh një sallë të tërë atje, dhe jam e bindur dhe gjithë njerëzit që i kanë parë nga shtëpitë e tyre dhe nga videot që qarkullojnë mbrëmë dhe sot, ti shikon se si njerëzit nëpër shtëpi, nëpër lokale, nëpër festa familjare kanë ulëritur një zëri kur Shqipëria fitoi të drejtën për të shkuar në finale. Në finale. Në fakt, performanca e tyre ishte magjepsëse, por ndërkohë komentet e njerëzve kanë parë ato detajet e vogla që mund të kenë qenë dhe ndonjë problem shumë i vogël teknik, sidomos planet. Njerëzit thonë që pse nuk ka Beatricia, Kola, plane më të afërta, sidomos kërcimi Vogue, i cili është edhe gjëja që pikaset më shumë në gjithë performancën e tyre. Pra, ka vetëm plane të mëdha dhe jo shumë plane të afërta. Tani vjen një moment që ne, sidomos ne shqiptarët, por në përgjithësi audienca edhe huaj nëpër social media, vjen një moment që ne bëhemi dhe regjisor, bëhemi dhe këngëtar, bëhemi gjitholog. Dhe sigurisht të gjithë kanë, secili ka të drejtën të komentoj, por këto janë çështjet e BU-s, janë çështjet e Eurovisionit, dhe sigurisht dhe të ekipit artistik që merret me performancën e çdo vendi. Ajo çfarë unë ju referova provës generale, sepse për hir të vërtetës, unë vetë si Zefina të kam shijuar në të gjithë komponentët, në të gjithë detajet si spektakël, sepse mbrëm isha dhe më emocionuar, më angazhuar edhe për të kapur çdo moment siç kemi ne, se celulari nuk na hiqet nga duar dhe janë momente që ti duhet i kapësh dhe në backstage, përveç asaj çfarë përcjellin kamerat. Ka pas jo vetëm tek Shqipëria, por edhe tek performancat e shteteve të tjera, madje edhe tek Zvicra, kishte gjëra që nuk u realizuan 100% si të paktën në provat generale ose në provat e tjera. Kishte mangësi, po thua, për të gjitha shtetet? Jo për të gjithë, por unë shikoja në vende të ndryshme performanca që ishin pak më të ndërlikuara për ta artistikisht, kishte gjëra që nuk funksionuan 100%. Por është transmetim live, aty teknologjia pavarësisht që ishte e zërave të fundit për skenografin, është shkruar që është bërë një revolucion i vërtet mbi skenografinë e këtij viti dhe ku është përfshirë shumë dhe immersive si praktik. Je live dhe çdo gjë ndodh, domethënë ne që merremi me produksione e kuptojmë këtë gjë. Ishte një problematik edhe flakët të cilat nuk u ndezën dhe dritat kolon me sa pam Nuk di ta them sepse nuk kam qenë në regji. Pra është të bëj një koment për një gjë që nuk jap dot përgjigje. Nuk dua të bëj gabime.
sepse kjo është pjesë, pra nëse unë do isha pjesë e ekipit në backstage që po merreshim me transmetimin live apo me realizimin e Eurovisionit, pra po t'ishte festivali jon, do mund të kishe kompetencë për të folur. Sepse janë çështje që u përkasin atyre, është një industri e madhe, edhe nuk mund t'ju bësh gishtin, edhe është një industri e tërë ndërtuar mbi. Pak kënaqësi të tjera të cilat do donit që t'i rregullonit në finale, apo nuk ka? Janë vetëm këto gjëra teknike të vogla? Sigurisht ekipi që e ndjek artistët tanë, ekipi regjizorial, artistik, patjetër që do t'i shikoj detajet, do flasi sepse është në komunikim të vazhdueshëm me ekipin e Eurovisionit dhe patjetër që ka diskutime të vazhdueshme deri në momentin e fundit. Si e ka pritur Kol dhe Beatrice kalimin në finale? A janë ata të emocionuar? Cilat ishin emocionet e tyre? Sigurisht shumë të emocionuar sepse kanë edhe një lloj falënderimi brenda vetes për mbështetjen që ju kanë bërë shqiptarët. Unë kështu e shoh të paktën emocionin dhe gëzimin e tyre që në ditën e parë të këtij rrugtimi, ata që kur kanë ardhur tek festivali ynë i këngës që u zhvillua në dhjetor, kanë ardhur me shiju këngën e tyre, me shiju skenën e festivalit, pa pretendu këto fitoret e mëdha. Janë shumë të sinqertë në atë çfarë krijojnë, janë shumë unik dhe janë shumë të sinqertë dhe në atë çfarë duan me shiju. Edhe sigurisht fitoria në festival i ka befasu ata më shumë se çdo këngë tjetër, sepse aty kuptu dhe për masën e pëlqimit të këngës së tyre. E pëlqimit të këngës, sepse ata për masat e artit që bëjnë i kanë kuptu me kohë dhe e dinë se sa artist janë, dhe janë vërtet artist shumë unik. Si festuat pas kalimit në finale? Çfarë bët? Nga dolët? Sigurisht ndejtëm gjatë aty në backstage, në hallet e arenës ku zhvillohet Eurovisioni. Ishim kështu si sa të hutuar, sa entuziast, ngatroheshim në përkëmbë të njëri tjetrit. Pastaj shkoj shumë gjatë aty, kjo pjesa e qëndruajt aty edhe nuk mundëm me shku në vend tjetër, por erdhëm në hotelin ku ne po rrim, edhe sigurisht bëm nga një gëzuar të gjithë bashk me një gotë verë ose roze, dhe kemi shkuar pastaj mi shpërndar të gjithë sepse ishte një ditë e lodhshme. Beatrice pa diskutim ishte e para që u largua, sepse mban një disiplinë shumë të rregullt për zërin, dhe një regjim shumë të për trupin, për zërin, për mendjen. Është artiste edhe e ruan shumë të pjesën e disiplinës personale. Miqësi kanë krijuar me këngëtarët e shteteve të tjera? Po, shumë. Me cilët? Me Qipron, me Ukrainën, me Norvegjin, do me thënë edhe me Hollandën. Madje këngëtari i Hollandës ka qenë shumë i dashur edhe gjithmonë, edhe mbrëm erdhi e përqafoi, ishte ndër të parë që erdhi e përqafoi Beatrice. U bë dhe një video virale këngëtarit të Norvegjisë, i cili gjatë performancës së Shkodrës Elektronik ai kërcente dhe këndonte. Po, edhe u takuan me një dashuri të madhe aty, sepse jo vetëm atë natë, por në gjithë të ditë, këngëtarët e vendeve të tjera e kanë kënduar në për ambientet aty zjermin. Sigurisht nuk mund t'i perceptojnë të gjitha fjalët, po e kanë bërë të tyre këtë shëndrit edhe këndonin, dhe sigurisht kërkonin dhe shpjegimin, edhe Beatricia me Kolën ishin gjithmonë shumë të hapur për t'ju shpjeguar konceptin e këngës, për t'ju shpjeguar çfarë do të thënë shndritje, çfarë do të thënë zjerm, çfarë do të thënë kënga, kuptimi. Sepse këto ishin fjalët zjerm, flak, shndrit, edhe që ishin si fjalët kyçe të këngës, edhe duke kuptuar thelbin e këndonin me shumë qejf. Çfarë pritshmërish keni për natën finale? Mendoni se do jeni në pesë, fitues, domethënë ju çfarë prisni nga zjermi? Gjithmonë kur ti e di se me çfarë këngë ke ardhur, kur ti e di me çfarë artistësh ke ardhur, dhe kur e shikon se si po pritet kjo këngë, edhe çfarë vale entuziazmi edhe gjithë përfshirje ka marrë kjo këngë në gjithë vendet, pra jo vetëm nga shqiptarët,
pritshmëritë fillojnë edhe rriten dhe ajo çfarë ndodhi mbrëm në arenë i rrit edhe më shumë pritshmëritë, pra janë sondazhet që dalin, jo është reagimi i gazetarëve në provën gjenerale tek salla e medias, që janë gazetarët e mbledhur nga të gjitha vendet edhe euforia që ata patën në momentin kur këndua kënga Zjerm, nuk ndodh me të gjitha këngët. Pra të gjitha këto janë sinjale që ty t'i rrisin pritshmëritë për të qenë pa diskutim në një renditje shumë të mirë, po pse jo edhe për të mos fituar, edhe për të fituar, pse është momenti i duhur që Shqipëria dhe mund të fitojë. Shpresoj shumë që të kemi një Tirana Eurosong 2026 vitin e ardhshëm. Të gjithë po e ndërrojmë, po e dëshirojmë, edhe asnjëherë nuk i dihet. Ka komente që thuhet që a ka kapacitet Shqipëria për ta bërë Eurovisionin. Sigurisht është një pyetje që duhet hedhur dhe duhet analizuar, por unë kam gjithmonë një përgjigje në kështu rastesh, që kur ka një vizion dhe kur ka një dëshirë të plakt, nuk ka gjë që nuk bëhet. Patjetër, ne të fitojmë një herë se pastaj për ta organizuar kollaj. Kështu që do presim finalen, do shikojmë si shumë faleminderit dhe ju uroj shumë suksese. Faleminderit dhe juve, gjithë të mira. Pafshim. Faleminderit, mirëpafshim. Ne bashkë do të jemi në episodin e radhës të WTF Daily Show. Pafshim. Ándale.